5 persona janë arrestuar dhe 4 të tjerë po procedohen penalisht për ngjarjen e sejntes në portin e Vlorës, ku qindra qytetarë qëndruan disa orë në pritje për të nisur në Gjermani, pasi kishin marrë premtimin për të fituar aty azil politik. Policia arrestoi në akuzën e ndihmës së kalimit të paligjshëm të kufirit dhe falsifikimit të dokumentave 55-vjeçarin Agim Muçaj nga Fieri, pronari i Agjencisë Udhëtimit Agimi Trevull. Gjithashtu janë arrestuar 45-vjeçari Shezai Aliaj, pronari një pike të transferimit të parave në Novosel, Kastriot Hoxha, 43 vjeç, banues në Novosel, si dhe 2 agjente të shitjes së biletave, Denisa Mitro e Matilda Mazreku, 26 vjeçe, të cilat akuzohen për moskallëzim krimi. Procedimi penal ka nisur për 4 persona të tjerë, të cilët akuzohen për përfshirje në këtë skem mashtrimi. Policia e Vlorës dyshon se këta persona në bashkëpunim kanë bërë të mundur kalimin e paligjshëm të kufirit të një numri të konsiderueshëm qytetarësh nga Shqipëria në Gjermani, duke ju premtuar azil ekonomik në këtë vend. Pas të dhënave të para për trafikun e klandestinëve në Gjermani, policia nisi monitorimin e situatës, ku është konstatuar se 245 persona kanë patur mangësi të dokumentacionit të paraqitur dhe nuk janë lejuar të udhtojnë drejt Gjermanisë. 50 persona, kryesisht banorë të fshatrave të komunës Novosel në Vlorë, u shoqëruan në polici. Mësohet se ata kishin siguruar biletat e udhëtimit pranë Agjencisë Agimi Trevull. Blut e Vlorës kanë sekuestruar gjithë dokumentacionin e kompanisë Agimi Trevull dhe të pikës së transferimit të parave në Novosel. Nga sekuestrimi i dokumentacionit Agimi Trevull ka rezultuar se ishin prenotuar edhe 320 bileta të tjera nga qytetet e Elbasanit, Beratit e Durrësit, ku kjo agjenci ka pikat e saj me destinacion Mynihun. Për të bërë të mundur kalimin e kufirit, mësohet se Muçaj dhe Alia e siguronin edhe ftesa të falsifikuara. Qytetarët kanë deklaruar në polici se ndihen të mashtruar pasi kanë shpenzuar gjithë kursimet e tyre, duke shitur në disa raste edhe sende me vlerë, me qëllim udhëtimin drejt Gjermanisë. Nga dëshmit është zbardhur edhe itinerari udhëtimit, kështu nisja bëhej nga 2 pika, nga komuna Novosel në Vlorë ose lagja Sheqi i vogël në Fier. Më pas udhëtoi drejt Brindizit dhe prej aty destinacioni final ishte Mynihu. Një person paguante 140 euro për këtë udhëtim, i cili rezultoi vetëm një mashtrim.